Rikthehemi përsëri në studio dhe tani do të zhvendosemi në Suedi me ish përzgjedhësin Albert Bunjaki, me të cilin do të diskutojmë për ecurinë e Kosovës. Albert, faleminderit shumë që je sonte me neve. Me kënaqësinë. Kosova, Albert, e mposhtë edhe Sloveninë. Po, nuk mund të themi më në që është befasi. Nga se ndoshta është pritur që të jetë një lojë më e vështirë, mirë po Kosova tashmë ka treguar që ka një lojë mjaft cilësore, një lojë them kështu moderne, balancuar mirë në aspektet defensive dhe është mjaft e rrezikshme në aspektet e sulmit, këtë e kemi pa edhe më herët. Do që mendoj që për ata të cilët e kanë përcjell Kosovën nuk mendoj që është ndonjë befasi, mirë po padyshim është rezultat i jashtëzakonisht i mirë. Në krahasim me ndeshjen që u zhvilluan në Kosovë, kjo në Sloveni ishte komplet fytyrë tjetër. Çka na tregojnë këto dy ndeshje, Albert? Po mendoj që tregojnë që Kosova ka ngritje, ka një lojë siç thash edhe më herët, një lojë mjaft pjekur taktikisht. Edhe tash tregon që realisht mund të ballafaqohem edhe me kundërshtar të cilët janë në rang listë shumë më mirë se Kosova. Kështu që jam shumë optimist ne. Krejt kjo ecuri pozitive, po e përfunduam edhe ndeshjen e 4 pa pranu gol Kosova. Çka të ka bëu për shtypje më shumë gjatë kësaj ecurie të Kosovës? Po flasim për këto 4 ndeshjet e fundit. Po edhe ju thatë vetë, domos me pranu gol është nuk është vetëm raporti mbrojtjes që është merite e saj, mirë, po mendoj që është loja kolektive e Kosovës. Është një lojë shumë e balancuar, është një lojë e pjekur taktikisht. Edhe cila është treguar që edhe me kundërshtar mjaft mirë realisht mund të poshtë. Që befasia, po ajo pjesa e cila më shumë të kalo për shtypjet mirë është mbrojtja kolektive. Nëse i shohim krejt futbollistat, Albert, kush është dikush prej futbollistëve që të ka bërë përshtypje më shumë për ngritjen ose për ngritjen e cilësisë ose ngritjen e nivelit? E di që e kitë vështirë, po kisha pas qef me pas një mendim tonë. Mendoj na që ardhe lojtarëve të ri. Për mua ka qenë një befasi se shumë shpejt janë kyçur në ekip. Dhe mendoj që kjo është merit e lojtarëve të vjetër që kanë qenë më herët. Dhe sigurisht kanë qenë shumë të kyçur në proces, edhe natyrisht stafi teknik. Kështu që nuk kisha thonë me ndonë e lojtarëve veçantë, por ardha e lojtarëve të ri, afrimi i tyre dhe kyçja e tyre në sistem lojës ka qenë shumë i mirë. Formacioni që është aplikuar në këto ndeshje, a beson që është ideali për Kosovën? Ka sjellë rezultat normalisht, po edhe lojë. Gjëmë është kur flitet për formacion, zakonisht flitet për formacionin në aspektet lojës ku loja fillon. Mirë, po formën e zgjedhjes të sulmit apo të mbrojtjes, tiparet e lojtare, roli i tyre në brenda formacionit, ato janë që krijojnë formacionin tërësi. Unë besoj edhe gjithmonë kam qenë thari i fleksibilitetit, nga se do të përshtatësh edhe kundërshtarit pak a shumë. Që do mos këtë nivel për shkur e dim që kimo ballafaqu me kundërshtar më të mirë, mendoj që duhet nxjerr më të mirë nga ekipa jonë, mirë po duhet përshtatëm edhe kundërshtar. Sakt. Është diskutuar shumë çështja e Zhegrovës. A mendon ti personalisht që ky formacion e limiton Zhegrovën, e pamundson inkuadrimin e tij prej fillimit? Jo, nuk mendoj. Mendoj që edhe Zhegrova do të ketë në ti. Si thash më herët, Kosova do të krijojë një fleksibilitet në lojën e saj, nëse do të ketë edhe momente ku na duhet kyçemi ndryshe nga lojë që me kyçur deri tash. Dhe mendoj që në momente të tilla siç është Kosova tani nuk është individi me rëndësimi, por është pjesa kolektive të gjithë lojtarëve, gjithë duhet të jenë në formën më të mirë të mundshme. Edhe duhet besojnë në momente të tyre, domethënë ku përzgjedha bëhet nga përzgjedhësi. Mirë po të kesh në stolën e kombëtarës edhe lojtarë si Zhegrova dhe lojtarë tjerë
t'jep mundësi të kalkulimit apo t'jep mundësi të ndryshimit të pjesës të lojës. Sakt. Në të martën, në stadiumin Fadil Vokri, kombëtarja e Kosovës tashmë ballafaqohet me Zvicrën në ndeshjen e fundit tyre kualifikimeve për botror. Çka realisht duhet të presim nga kjo sfidë? Po s'pare duhet të presim një festë vërtet. Mendoj që dytë kombëtarët do të paraqiten me formacione pak më ndryshe, pak në kështu në mendoj, nga se sigurisht trajnerët mendojnë edhe të japin hapësinë edhe lojtarëve tjerë. Është një moment shumë i mirë edhe testimi ndoshta formës lojës apo testimi disa lojtarëve të ri. Mirë po mund të jetë edhe vazhdimësi e kontinuitetit përpara ballafaqimeve në mars. Kështu që unë pres të jetë një lojë shumë interesante, shumë e mirë dhe mjaft festive. Si është përzellës si njëri ndër ata që kanë vu themelet pas pranimit, sot gëzon fakti ku gjendet momentalisht Kosova? Po, edhe më herët e kam thënë se kjo është, domethënë, kjo është pjesë e historisë apo krijimit kombëtarës, për mua ka qenë domethënë edhe është momenti më i lumtur i jetës time. Mirë po gjithmonë kjo rrugtim duhet dedikohet edhe atyre të cilët kanë dhënë jetën për Kosovën, për këtë që cilën na sot dëshirojmë, edhe asnjëherë nuk duhet t'i harrojmë. Sakrificat madje edhe atyre nuk e kam fjalën edhe për atyre të cilët për vite tëra kanë mojt sportin të ekzistojnë në Kosovë, përkundër presionit ndryshëm. Por që nuk do të harrojnë asnjë gjë në radhë, mendoj që gjithë kanë kontributin e tyre. Mirë po për mua ka qenë një pjesë e veçantë, domethënë krijimin e fillimit të kombëtarës, edhe sot kur shef që akoma disa prej këtyre lojtarëve pjesë të bardhë formacionit, normalisht e ndi veten shumë të lumtur, mirë po këtë moment mendoj që është më rëndësishme afrimi edhe lojtarëve të ri, edhe siç duket kjo punë është duke bërë shumë mirë. A e bën më të lehtë suksesi i Kosovës vendimin e futbollistëve të ri për t'u bashkuar Kosovës? Padyshim. Ne kemi ditë edhe më herët, domethënë lojtarë të cilët kanë marrë vendimet që të bashkangjiten Kosovës në momentet më të vështira, duke lënë kombëtarët të organizuara. Ata në fakt kanë rrezikuar karrierën e tyre, kanë rrezikuar vendimet e tyre për më tutje. Mirë po këtë kanë bërë me dëshirë për të ndihmuar vendin e tyre, vendin e linjës tyre. Dhe mendoj që sot është më lehtë nëse ti je pjesë e kombëtarës Kosovës, ti jep edhe mundësinë e shohëm qysh tani që mundësia për kvalifikime është edhe reale. Dhe faktikisht na ballafaqohemi edhe me kombëtarë të cilat në ranglisje janë më të mira se Kosova, mirë po në realitet ndoshta nuk janë. Kosova tash në fazën e play-offit do të ketë dy kundërshtar për të siguruar më pas kualifikimin në botror. Sa do të jetë e vështirë kjo fazë për Kosovën dhe çka duhet të ketë parasysh kombëtarja e Kosovës në këto dy ndeshje vendimtare? Po ne kuptoj që në këtë moment ka euforie dhe normalisht që gjithë të gëzohemi kësaj pjesës, ëndrrojmë edhe duhet të ëndrrojmë. Madje këto ëndra tashmë janë kryer edhe në realitet. Mirë po duhet kemi kujdes sidomos pjesën apo lojën e parë do të kemi shumë kujdes, nga se do të ballafaqohemi me një kombëtar më të vështirë, do bëhet që është kvalitet më të mirë sigurisht. Dhe për mua mendoj që kishte më qenë shumë mirë po Kosova nëse kishte filluar lojën e parë jashtë. Dhe pjesa vendimtare e lojës të vendoset në Prishtinë. Atëherë mendoj që do të kishte më qenë një përparësi shumë e madhe. Kjo kishte më qenë me skript e shkruar. Po, dhe të është aspektet mentale kur ballafaqohesh me një kombëtar të cilën e din që është më e mirë, gjithë faktorët janë shumë të rëndësishëm. E mendoj që faktori apo mundësia nëse Kosova ballafaqohet lojën e dytë në Prishtinë, çdo gjë do të jetë e mundshme. Një detaj që po më bën shumë përshtypje e përmendi edhe selektori, janë befasuar edhe në Sloveni me prezencën e tifozëve shqiptar në stadium, se i ka pas disa limitime dhe restriktime, po prap s'kan arrit me ndal tifozët. Selektori tha nuk e di sa janë shqiptar në botë apo ka po shkoj plot është.
është shumë e vërtet, na këto e kemë përjetu edhe më herët, edhe në kushte më të vështira, gjithmonë kanë qenë pjesë e përkrahjes kombëtares, e sidomos në këto momente ku, domethënë, jem shumë afër realizimit një ëndre të përbashkët, e cila do të ketë një rëndësi të veçantë për gjeneratat e ardhshme në Kosovë dhe në region. Jo më në me paramendu, po sikur Kosova të arrijë suksesin të shkon kampionat botëror, nuk do të jetë më vetëm pjesë sportive, një projekt sportiv, po ka edhe një qëllim diplomatik për gjendjen që në Kosova gjendet momentalisht. Kështu që me të vërtet, unë mendoj që lojtarët e stafit dhe gjithë e dinë rëndësinë, mirë po në aspektet psikologjike është shumë rëndësishme të kanalizohen dhe mos teprohen me presionet e jashtme. Mendoj që deri më tani, domethënë, suksesi i arritur është sukses historik, pavarësisht. Mirë po me qenë se kemë marrë deri këtu, atëherë normalisht do të ballafaqohemi deri në fund. Më do me kam fjallën si kompare do të program gjitha formë. Edhe për fund, pata qef me të pyet pak për Suedin. A ka pas reagimi për Kosovën pas kësaj ndeshjes fundit edhe qysh po qëndron puna me kombëtarën? Po, ka pas shumë reagime, kom qenë mjaft i kyçur nëpër mediat e Suedisë. Mendoj që kanë qenë shumë të befasuar. Unë kom përmend edhe më herët, ka qenë një moment shumë i volitshëm i Kosovës ballafaqohet me Suedinë. Të pas parasysh proceset e ndryshimit e formës lojës që Suedia ka eksperimentuar. Mirë po kjo nuk shmang domethënë suksesin dhe performancën e Kosovës. Gjithë janë të befasuar domethënë me kvalitetin e Kosovës dhe normalisht që për mua dhe gjithë shqiptarët që jetojmë në Suedi, kjo ka kriju një respekt veçantë për sportin kosovar në veçati futbollin. Sa i përket kombëtarës suedeze, mendoj që Suedia akoma ka gjasa të kvalifikohet përmes nga se ka qenë fituesi i grupit më herët në ligën nacionale. Mirë po ajo rrugtim do të jetë më i vështirë. Mirë po ndryshimi i stafit teknik edhe ardha e disa lojtarëve vjetër të cilët kanë qenë pjesë e Suedisë më herët, mendoj që Suedia prapë se prapë do të jetë një kandidat për më shku kampionat botëror. Mirë po në formë tjetër. Falenderoj shumë zoti Albert Bunjaki, gjithmonë kënaqësi me diskutu me ty për çka do që lidhet rreth futbollit. Faleminderit, na jam respekt.